Fillimi dhjetori do e gjejë sërish administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në petkun e numëruesit, ndërkohë që salla e mbledhjeve pritet të shndrohet në një qendër të madhe numërimi. 6 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, 210 kuti të përzgjedhura në mënyrë rastësore do i nënshtrohen verifikimit pas së zgjedhor, një procedurë e parashikuar nga Kodi Zgjedhor pas çdo procesi elektoral. Më 3 dhjetor hapen 210 kuti votimi. Në procesin e verifikimit pas së zgjedhor nuk përfshihen kutitë e votimit, të cilat janë rinumëruar përgjatë procesit të shqyrtimit të ankimimeve. 2124 qendra votimi brenda vendit dhe 85 kuti nga votimi jashtë vendit, si dhe ato që janë në proces hetimi penal për të cilat ka vendim sekuestrimi apo në pritje të tij. Sipas KQZ-s, asnjë parti politike nuk shfaqi interes për procesin, ndonse ishin të ftuar as demokratët, të cilët besojnë se në 11 maj nuk ka pasur zgjedhje, por fars nuk ishin të interesuar për hapjen e kutive. Procesi i verifikimit nuk prek rezultatin, por synon të nxjerrë zbuluar numëruesit apo komisionerët, të cilët mund të kenë shkelur ligjin.